Vuani nga artriti reumatoik. Ja 3 ushqimet që duhet të konsumoni për t'i lehtësuar dhimbjet. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë inflamatore karakterizuar nga dobësimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave që prek gati 1% të popullatës globale. Mund të shfaqet në çdo moshë, edhe pse të dhënat e ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar që të preket është mosha nga 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është që femrat rrezikohen 3 herë më shumë se sa meshkujt të shfaqin artrit reumatoid. Kjo sëmundje e rëndë autoimune shkakton edhe deformime të dukshme të kockave si duket, ajo mund të jetë më e ndjeshme ndaj ngurtësimeve dhe kufizon aftësinë për të lëvizur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Healthline, do ju njohim me ushqimet të cilat duhet i konsumoni çdo ditë për të luftuar inflamacionin e artritit reumatoid dhe ushqimet të cilat duhet i evitoni ose t'i reduktoni nga dieta juaj ushqyese, sepse mund të ndikojnë në përkeqësimin e problemeve të artritit. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit si luleshtrydhet, qershit, boronicat dhe manaferrat janë ndër ushqimet të cilat do ju ndihmojnë dhe duhet të jenë pjesë e regjimeve ushqimore të personave që vuajnë nga artriti reumatoid. Këto fruta janë të pasur me antioksidant, përbërës me veti antiinflamatore dhe karotenoide, të cilat rrisin sintezën e kolagjenit në mënyrë natyrale dhe i bëjnë tendinat edhe më të forta. Drithrat integrale. Edhe drithrat integrale nuk duhet të mungojnë kurrë në tryezën tuaj nëse vuani ose keni në familje një person që ka probleme me artritin reumatoid. Janë të pasur me komplekse të karbohidrateve, fibrat e tretshme në ujë dhe selen. Ka në përbërës element të cilët eliminojnë toksinat nga organizmi dhe luftojnë inflamacionin e kockave. Farat e lirit gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Acidet yndyrore omega-3 dhe vitamina E që gjenden te farat e lirit janë ndër mjekimet më të mira natyrale me veti antiinflamatore që luftojnë pezmatimin e nyjeve. Përmirësojnë aftësinë e trupit për të përthithur lëngjet e ndryshme duke siguruar në këtë mënyrë lubrifikimin e duhur të kockave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ajo që hani është veçanërisht e rëndësishme për sëmundjet siç është diabeti. Do të ishte më mirë që nëse ushqimi i duhur ndihmonte gjithashtu edhe në lehtësimin e dhimbjeve kronike. Për fat të keq, lidhja mes ushqyerjes dhe dhimbjeve nuk është aq e qartë. Megjithatë, inflamacioni është shkaku kryesor i dhimbjeve në shumë kushte përfshirë artritin reumatoid. Ekspertët tregojnë se regjime të caktuara ushqimore mund të ndihmojnë në lehtësimin e inflamacioneve. Ilaçet janë provuar se ndihmojnë në lehtësimin e simptomave, por edhe nëse rregulloni dietën tuaj do ju ndihmojë që të reduktoni këto komplikacione dhe të përmirësoni gjithashtu edhe shëndetin e nyjeve. Sipas Health.com, duhet të kujdeseni më shumë për dietën tuaj, sidomos nëse vuani nga artriti. Nuk ka një dietë të vetme për artritin reumatoid, por mund të ketë disa ushqime të cilat ndihmojnë në qetësimin e inflamacionit dhe ndihmojnë në parandalimin ose lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe simptomave të tjera që lidhen me këtë sëmundje autoimune. Artriti reumatoid është një sëmundje kronike, inflamatore autoimune që dëmton artikulacionet, pra kyçet, por edhe organet e trupit të njeriut si syt, zemrën, mushkrit, madje rradhët dhe veshkat. Ndër sëmundjet reumatizmale me natyrë autoimune, artriti reumatoid është më i shpeshti, prek të dyja gjinit, por më të rrezikuara janë femrat. Disa nga simptomat e artritit reumatoid janë dhimbjet, inflamacionet, ngurtësimet të nyjeve dhe të kyçeve, lodhje, entje e të tjera. Një studim nga Arthrit Care and Research shqyrtoi marrëdhënien midis dietës dhe artritit reumatoid. 24% e njerëzve raportuan se dieta ka një efekt në simptomat e tyre. Sipas Arthrit Care and Research, do të rendisim ushqimet më të mira në këtë video, të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe përfshini ato vazhdimisht në dietën tuaj. Peshku i yndyrshëm. Peshqit yndyror, do t'jetë si salmoni, toni dhe sardelet, janë të pasura me acide yndyrore omega-3, të cilët ulin nivelin e inflamacionit në trup. Një arsye pse mjekët rekomandojnë konsumin e 2 racione peshk në javë. Burime të tjera të mira të yndyrnave omega-3 që luftojnë inflamacionin përfshin arrat, farat e lirit dhe ato të bluara. Frutat dhe perimet gjithashtu mund të jenë një ndihmë në rastin tuaj specifik.
Fruta dhe perimet janë të pasur me antioksidantë që largojnë radikalet e lira të dëmshme të cilat shkaktojnë inflamacione në trup. Borovnica dhe spinaci janë super ushqime që ndihmojnë në përmirësimin e simptomave të artritit reumatoid. Bishtajoret. Bishtajoret të tilla si fasulet, bizelet janë të pasura me proteina. Njerëzit me artrit reumatoid janë më të prirur që të humbasin muskuj dhe proteina ndihmon në ndërtimin e muskujve cilësor. Drithrat e plota. Gruri plot orizikav, quinoa dhe tërshëra mund të ulin nivelin e proteinës C reaktive, përqendrimi të cilës rritet në rastin e inflamacionit. Prodhohet nga mëlçia dhe është pjesa atyre që duan proteina në faza akute, domethënë sintetizohet gjatë një procesi inflamator. Yndyrnat e shëndetshme. Yndyrnat e shëndetshme si vaji i ullirit ose vaji avokados mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e inflamacionit. Vaji i ullirit në veçanti ka veti të ngjashme me ato që gjenden te ilaçet antiinflamatore jo steroide dhe mund të ndihmojnë në reduktimin e dhimbjeve dhe inflamacionit. Shumë nga këto ushqime miqësore me artritin reumatoid janë pikat kryesore në dietën mesdhetare të shëndetshme për zemrën. Ekzistojnë disa prova të dietës mesdhetare që mund të zvogëlojnë riskun e zhvillimit të artritit reumatoid. Dieta e shëndetshme gjithashtu mund të mbajë peshën dhe inflamacionin normal, gjë që mund të largojë tendosjen nga nyjet e dëmtuara. Është e rëndësishme që, nëse po vuani nga problemet të artritit reumatoid, përveç dietës të ndiqni edhe konsultat e mjekut specialist. Nëse po vuani nga dhimbjet e artritit, zgjedhja dhe konsumi i ushqimeve të duhura mund të funksionojë për lehtësimin e këtyre dhimbjeve. Studimet vazhdojnë, megjithatë shkencëtarët kanë zbuluar se ushqimet e caktuara mund të lehtësojnë inflamacionin dhe dhimbjet e lidhura me artritin reumatoid, citon Andrea Dunn, dietolog i certifikuar në Institutin e Sëmundjeve Digjesive të Klinikës Cleveland. Ja ushqimet, sipas ekspertit, të cilat rekomandohen për të lehtësuar dhimbjet e artritit. Salmoni, skumbria dhe sardelet janë shumë të mira për t'i shtuar në dietën tuaj. Këto lloje të peshqive janë të pasura me acide yndyrore omega-3, ku studimet kanë zbuluar se mund të lehtësojë inflamacionin. Ekspertët thonë se vetëm 2 racione në javë mund të ndihmojnë në lehtësimin e inflamacioneve të kyçeve. Çaji i jeshil. I pasur me lëndë ushqyese dhe antioksidant, çaji i jeshil njihet për uljen e inflamacionit. Studimet e kryera te kafshët kanë treguar gjithashtu se ai mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të artritit reumatoid. Çokolata e zezë. Një tjetër ushqim i lartë në antioksidues, ku studimet kanë treguar se mund të lehtësojë inflamacionin. Blini produkte që kanë në përmbajtje rreth 90% kakao, nga 60 deri në 90%, vetëm i konsumoni me moderim për të limituar yndyrnat e ngopura dhe kaloritë. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit gjithashtu kanë në përmbajtje të lartë antioksidues. Ato janë sidomos të mira nëse po merrni ilaçe për artritin, sepse përmbajtja e lartë e fibrës së këtyre frutave mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllokut që zakonisht ka në këto ilaçe. Molla. Ky frut është i pasur me antioksidues dhe një burim i mirë i fibrave. Mollët mund të largojnë edhe dëshirën për të ngrënë mes vakte të pashëndetshme. Vaji i ullirit. Përpiquni që llojet e tjera të vajit i zhvendësoni me vaj ulliri, i cili ka një balancë të mirë të acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6. Të dyja këto lloje janë esenciale për acidet yndyrore. Por më tepër studimet kanë zbuluar se një komponent e vajit i ullirit i quajtur oleokantal ka veti të mira antiinflamatore. Frutat e thata. Të gjitha llojet e frutave të thata janë të larta në proteina, të ulta në yndyrna të ngopura dhe nuk përmbajnë kolesterol, ndryshe nga proteina shtatëzore. Ndryshe nga produkte shtatëzore, frutat e thata janë burime të mira të fibrave. Zgjidhni frutat e thata të pakripura për të limituar sasinë e sodiumit në dietën tuaj. Xhenxhefili dhe shafrani indis. Këto erëza kanë veti të mira antiinflamatore. Studimet kanë treguar se përbërësit kimik të këtyre bimëve mund të lehtësojnë gjithashtu inflamacionin. Përveç dietës, konsultohuni vazhdimisht me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur të elementeve ushqyese që kanë nevojë kockat tuaja, kryesisht edhe kundër problemeve të artritit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.